بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërimet dhe falënderimet I takojnë vetëm Allahut, ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet posa Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Në dersën e kaluar folëm për Idrisin alayhi salam dhe Nuhun alayhi salam. Treguam se si Nuhu alayhi salam 950 vite I ka thirr popullin e tij në tauhid, I ka thirr në islam, I ka thirr në njohurinë e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po populli I tij ja kthin shpinën dhe nuk e pranuan thirrjen e Nuhut alayhi salam, nuk e pranuan thirrjen islame, por ishin popull kryeneç që I ndjeknin hapat e baballarëve të tyre, e prindërve të tyre në ndjekje të shirkut edhe në ndjekje të kufrit. E cekëm se shirku për herë të parë ka nis mu përdor, ka nis mu ba në kohën e Nuhut alayhi salam. E shirku ka rrezik të madh. Ka rrezik shmëri të madhe shirku, se shirku është mëkati më I madh që ja bën njeriu, që ja bën robi Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu më të vërtet nuk e fal atë që I bën shokatina, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, ndërsa të gjitha mëkatet e tjera I fal Allahu subhanahu wa taala. Kurdo që I bën shok Allahut, ai ka bën mëkat të madh. Transmetohet nga Xhabiri radiallahu anhu thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush atakon Allahun pa I shoqëruar atij asgjë në adhurim, pa I bërë shirkatina, do të hyjë në xhenet. Ndërsa thot, kush atakon Allahun duke I shoqëruar diçka në adhurim, pra duke I bërë shirk, do të hyjë në zjarr të xhenemit. Pejgamberi alayhis salam na ka tregu se shirku është prej mëkateve shkatruese që e shkatron njeriu. Në hadith të saktë transmetohet nga Abu Huraira, ku thotë se pejgamberi alayhis salam ka thënë: largohuni 7 mëkateve shkatruese, të cilat e shkatrojnë njeriu. Ja shkatrojnë imanin, ja shkatrojnë besimin. E para është shirku, që ja bën robi krijuesit e tina. Tjetra është magjia, vrasja e njeriu pa të drejtë, ngrania haku të jetimit, ikja nga fushbeteja, si dhe shpifja për imoralitet për gratë e ndershme muslimane. Pra këto 7 mëkate të cilat I ka thënë, na I ka mësuar pejgamberi alayhis salam, na ka treguar pejgamberi alayhis salam, se shkatrojnë njeriu. Ja shkatrojnë fein njeriu. Pra secili njeri do të më dhënë mund të madh që mu largu prej këtyre mëkateve dhe mos më ra në këto mëkate shkatruese. Koha kalonte, vinin gjenerata të reja, në cekëm se Nuhu alayhis salam ka jetu shumë. Vështë thirrje ka, vështë dave që ka bo ka bënë 950 vjetë, thutë se ka jetu 1000 vjetë më shumë. Nërsa Nuhu alayhis salam I besoi vetëm
një pakicë e vogël e popullit. Vetëm disa njerëz i besuan Nuhut alayhis salam prej krejt popullatës. Kështu që shpresa për ndryshimin e popullit të tij te Nuhu alayhis salam u vishk. U hum shpresa e Nuhut alayhis salam se populli i tij do të udhëzohej. Siç ka ardhur në surën Nuh, po thot Allahu: "Wala yalidu illa fajiran kafara." Dhe prej tyre nuk lind tjetër, vetëm të prishur jo besimtar. Ata vërtet ishin njerëz të këqij, ishin njerëz të prishur, me tipare të këqija. Njeriu i keqi e lind të keqen. Ai i cili është i keq, ai prodhon njerëz të këqij. Ai i cili është i keq e edukon fëmijët për keq, se vetë është i keq. Allahu ka përmend e Nuhut i qeshpallur, nuk do të besoj më askush nga popullit, përveç atyre që kanë besuar deri tash. Po, pra mos u brengos për ata që punojnë. Mos u brengos për ata që punojnë ata. Pra deri tash disa njerëz e kishin pranuar shpalljen. E kishin besuar Nuhun alayhis salam, mirë po prej tash e tutje, mo pi thot Allahu se ma nuk ka me besu kërkush. Nuk i pasur parasysh këto rrethana, pastaj duke pasur parasysh edhe faktin se ata kishin kërkuar për shpejtimin e dënimit, i kishin thonë Nuhut alayhis salam, thuj Zotit në të na bjerë që dënimin që po na premta, në të na dënoje Zoti jot. Që shtu i thanë populli Nuhut alayhis salam, para mëno, trima. Tu i thonë, le të na bjerë Zoti dënimin neve. Allahu ka përmendur në surën Saffat: "Wa laqad nadana Nuhun falani'ma al-mujibun." Neve na ka thirrur në ndim Nuhu, e ne jemi përgjegjës të mirë. E si mos më përgjigj Allahu njeriu të mirë, pejgamberit Nuh alayhis salam. Nuhu alayhis salam i thot Zotit: "O Zoti im, unë jam i dopt, unë jam i pafuqishëm. Unë nuk mund t'i bind më këta, nuk mund të ngadhënjej ndaj tyre, s'mund me fitu me këta. Ata vazhdojnë të jenë të njëjtë, që kur mund këtë dërgu pejgamber? Këto janë njerëz të njëjtë. Këto më nuk janë të ndryshuar. Kanë met çashtu që i ke lanë më herët." Tani Allahu pecek në surën Nuh, dhe Nuhu tha: "O Zoti im, mos lër mbi tokë më asnjë jo besimtar." Çast më Nuhu alayhis salam u dëshpëru. Tu i thirr ata në fe, ndërsa ata duke u bë arroganta dhe mendje mëdhenj, duke mos e pranu thirrjen e Nuhut alayhis salam, saqë Nuhu alayhis salam po nis, mu lut kundra tyre, po thot: "O Zot im, mos lër mbi tokë më asnjë fe mohues, sepse nëse ti lë, ata do të shpihen në humbje robërit e to, dhe prej tyre nuk lind tjetër përveç se kriminalë dhe jo besimtar." Nuhu i thot Zotit: "Çfarasin me këto njerëz? Se mo prej këtyre njerëzve lindin njerëz të mirë. Kanë me lind vetëm njerëz femohues, kanë me lind vetëm njerëz jo besimtar. Sa them nëse prind janë jo besimtar, ato kanë me thirr edhe fëmijët në mosbesim. Kanë me thirr edhe fëmijët në shirk. Allahu po i përgjigjet robit e tij. Ja pranon lutjen Nuhut alayhis salam dhe vendosur me shkatru popullin e Nuhut. Me një shkatërim që bota nuk e kishte pa asnjëherë. Asnjëherë s'kish pas asnjë shkatrimi që Allahu i ka shkatru popullin e Nuhut alayhis salam. Allahu nuk ngutet, duron, por kur e zbret dënimin, s'ka dënim më të madh se dënimi i Allahut. S'ka shkatrim më të madh se shkatrimi i Zotit. Nuhu u tregon atyre me të mirë, por ata nuk kuptonin. Nuk e dëgjonin, saqë i vënonin gishtat në vesh. Zdonin me dëgjo thirrjen e Nuhut alayhis salam, zdonin një përgjigj thirrjes së Nuhut alayhis salam. Pra atyre ju vjen koha që me shiu dënimin. Allahu e urdhon Nuhun alayhis salam që me ndërtu një anije. Allahu pasi e dëgjoi lutjen e Nuhut, i shihte shumë mirë punë të liga të jo besimtarëve, punë të këqija të jo besimtarëve, kryenetësinë e tyre, mendjemadhësinë e tyre, arrogancën e tyre, kufrin e tyre, shirkun e tyre, dhe kështu e urdhëroi Nuhun që me ndërtu një anije të madhe, një anije shumë të madhe, duke përgatitur robën e tij për atë që të ndodhë më pas. Allahu ka thënë në surën Hud, ku Allahu thotë: "Ndërto anijen në syt mbi këshirjen dhe udhëzimin ton, dhe mos mu drejto mua për ata që bën zullom, ata gjithçysh do të përmbyten." Ai nisi ta ndërton anijen. Sa që kalonte pranë tij paria e popullit të tij, e përqeshte. Ai u thoshte:
nëse ju talleni me mua, nëse ju talleni me ne, edhe ne do të tallemi me ju. Ashtu si po talleni ju. Pra, Allahu e lajmëron Nuhun se do ta fundos popullin e tij. Të urdhëron që më ndërtu anije, se kam e shfaros popullin e tij, kam i marrë popllava popullin e Nuhut. Dhe e porosit Nuhun që të mos t'i drejtohet me lutje Zotit për jo besimtarët, për zullumqtarët, për ata të cilët nuk ishin besuar, se s'ka pse më për ata. Qash për Allahu e vendosi që këto mi shkatru ma, edhe për Nuhun mos më lut më për ta. Për këtë popull zullumqtar, për këtë popull mohues, mos më lut. Nuhu ishte i zemëruar me popullin e tina, po për prap zemra ndinte keqardhje për ata. Mërzitej kur e dinte se çfarë dënimi kam i kaplu. Çfarë dënimi kam i kaplu në këtë botë dhe çfarë dënimi do t'i kaplon në botën tjetër. Jo dhëmte. Kishte dhëmshuri Nuhu alayhis salam për popullin e tij. Nuhu alayhis salam shpejton për me kriju urdhrin e Zotit. Dhe fillon me ndërtu një anije në mes tokës, kur përreth s'kish as dete, as oqean, as liçen, as lum, s'kishte kur një farujë aty përreth. Midis tokës nisi Nuhu alayhis salam me ndërtu një anije të madhe. Saqë kur kalonte paria e popullit të Nuhut, kur kalonin populli duke pa Nuhun alayhis salam duke ndërtu anijen midis tokës, e përqeshnin ata, banin hajgare me ta, e nënçmonin ata, dhe i thoni Nuhut, prej nga u bane ti zdruktar? A nuk ta thave neve se unë jam pejgamber? Prej ka u bane ti me marru anije, prej ka u bane zdruktar? Të lujt me Nuhun alayhis salam, duke nënçmu Nuhun alayhis salam. Populli taleshin me të, ashtu si që sot jo besimtarët, islamofobët tallen me besimtarët. Tallen me besimtarët kur e adhurojnë Allahun. Tallen me besimtarët kur falin namaz. Tallen me besimtarët islamofobët kur e shohin se dikush është praktikant i fejes. Mirë po edhe ata do t'i merr dënimi. Si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër, si mos të pendohen te Allahu subhanahu wa taala. Sa kohë mori që ndërtimi i anijes dhe si ishte forma e saj? Thuhet se Nuhu alayhis salam, thuhet se anija, ndërtimi i anijes ka zgjat shumë, ka zgjat disa vite. Saqë thuhet se ka zgjat më shumë se 100 vite ndërtimi i anijes. Thuhet se Nuhu alayhis salam kishte mbjell pemë, kishte mbjell drunj, kishte prit 100 vjet. Ato pemë dhe ato drunj që i kishte mbjell murit. Janë bo 100 vjet që me pas drunj, me pas dru Nuhu alayhis salam dhe me ndërtu anijen. Pra mëna, kishte bë sabër të madh Nuhu alayhis salam. Allahu nuk mbutet. Vetëm ai e di sa kohë ka marrë ndërtimi i kësaj anije. Thuhet se anijen e ka ndërtu për 2 vite. Në një transmetim tjetër thuhet se e ka ndërtu për 30 vite. Janë disa transmetime. Mirë, por nuk ka argument sakt. Nuk ka ajet apo hadith që tregon sakt dhe precis se sa ka zgjat. Anija, ajo ishte anija e parë ndërtuar. S'kishte pas anije më herët. Ishte anije shumë e madhe. Dhe ishte një anije e çuditshme, midis tokës, ku s'ka ujë, të ndërton një anije të madhe. Dhe thuhet se ka qenë shumë e lartë anija. Ka qenë 30 kut. 30 kut i bën parafarsisht 14-15 metra e lartë ka qenë anija. Para më në atë kohë, para mira vjetëve. Pastaj po vjen momenti që më hyp në anijen e shpëtimit. Se kush ka më hyp në anijen e Nuhut alayhis salam, ai ka më shpëtu. Ndërsa kush nuk hyp në anijen e Nuhit alayhis salam, ka më marr tufani, ka më marr uji, ka më marr popllava, edhe do të shkatrohen. Momenti se kur ka menduar tufani, njëherë nuk e ka ditë Nuhu alayhis salam. Por Allahu i kishte treguar Nuhut shenjat e para se kur kish me nis popllava, se kur kish me nis tufani. Allah ka thënë në surën Hud, kur arriti urdhri ynë e uji nisi të gufoj prej furrës, ne i tham, ngarkon një anije nga çdo lloj gjallëse në një çift dhe familjen tënde. Përveç për kështë marrë vendimi hershëm kundër ti, e ngarkoj edhe kush ka besuar, por shumë të pak ishin ata që i kishin besuar atij. Këtë ka përmend Allahu
Uji do të nisë të gufon prej furrës. A këtu furra është për qëllim toka. Kur të nisë toka, me gufu uji prej tokës. Që i bie se kur ta shohësh ujin që e ka mbuluar sipërfaqen e tokës dhe gufon prej saj, atëherë hepte në anije me besimtarët o no. Kështu mendon Ibn Abasi, Ikrimatu, Zoriu e disa të tjerë. Shenja u shfaq edhe toka nisi ujë me dal prej tokës. U shfaq edhe Nuhu me vrap fillon ta mbledh familjen e tij. Fillon me mbledh pasuesit e tij. Fillon me mbledh besimtarët, pos gruas dhe djalit tina. Se gruaja Nuhut alayhis salam dhe njani prej 4 djemve që i kish Nuhu alayhis salam nuk e kishin pranuar thirrjen. Kishin vazhduar shirk. Kishin vazhdu në traditat e prindërve dhe baballarëve që kanë besuar më herët, pra kishin vazhduar shirk. Allahu e urdhëroi atë që përpos besimtarëve me veten anijet i merrte edhe kafshët dhe gjallësa tjera, nga çdo specie, nga çdo kafshë, nga çdo shpesë, nga 2 gjini, në mënyrë që të mos duken. Thuhet se kur Allahu i tha që ta fuste nga çdo shtas ndonjë çift, ai tha, çfarë të bëj me luanin dhe lopën? Kur dihet se ato janë armiqësor ndërmjet vetë, luani e ha lopën. Allahu i shpalli dhe tha, ai që e ka bërë që këto dy më kanë armiq, mund t'i banë që edhe këto më kanë miq, edhe mos më haon njëri tjetrin. Pra thuhet, se anija ka qenë në 3 katë. Në një katë kanë qenë njerëzit, në një katë ka qenë kafshët, në një katë kanë qenë shpezat. Kështu thuhet sipas transmetimeve. Sa ishte numri njerëzve në anije dhe me çka ishin të urdhëruar këto? Në anije kanë hyrë vetëm ata që i kanë besuar Nuhut alayhis salam. Dhe dietarët kanë diskutuar për numrin e tyre, se sa ka qenë numri i tyre. Thuhet se numri atyre njerëzve që kanë hyrë në anije ka qenë 80 persona, 80 besimtarë që i kanë besuar Nuhut alayhis salam. Me ta ishin edhe gratë e tyre. Në mesin e tyre kanë qenë edhe 3 djemë të Nuhut alayhis salam, se prej 4 djemve, 3 djemë kanë qenë besimtarë. Edhe këto 3 djemë besimtarë që kanë pranuar shpallin e Nuhut alayhis salam, kanë pranuar shpallin e Zotit, këto kanë hyrë në anije dhe kanë shpëtuar. Në një transmetim tjetër thuhet se kanë qenë 72 njerëz. Thuhet se kanë qenë vetëm 10. Allahu e di më së miri. S'ka argument sakt që argumenton. Subhanallah, Nuhu alayhis salam gati 1000 vjet kishte jetu. Kishte bërë vetë 950 vite. Dhe vetëm disa njerëz kanë pranuar shpalljen. Kjo ishte prej cilësive të Nuhut alayhis salam, i cili ishte durimtar, ishte sabali. I thiri popullin duke bërë sabër 950 vite dhe nuk u dorëzua. Pastaj Allahu i thot Nuhut alayhis salam, siç ka ardhur në surën Mu'minun, se kur të vendosësh ti dhe kush është me ty në anije, atëherë thuaj falënderimi qoftë Allahut, i cili na shpëtoi prej popullit të prishur. Pra, thuaj elhamdulillah Nuh, ti dhe ata që janë me ty, se Allahu pja u heq prej qafave tuaja zullumqart. Allahu o t'ju pështu prej zullumqarve, o t'ju pështu prej këtij popullit prisht. Ka thënë prej popullit të prishur. Sepse, siç po e cek edhe Kurani, edhe historianët, ata kanë qenë njerëz të cilët i kanë bërë shirk Allahut. Kanë qenë pagan, kanë besuar në shumë zotra. E kena cek historien se çysh ka nis besimi në shumë zotra. Ato 3 etapat i kena cek në ligjëratën e kaluar. Ato kanë pas përveç shirkut kanë pas edhe cilësi shumë tjera që kanë qenë të këqija, mendjemallësinë, arrogancën. Kanë qenë shpirt të këqij, kanë qenë me zemër të keqe. Allahu pi thot, thuaj falënderimi qoftë i takon Allahut. Pi thot Nuhu, falënderoja Allahun, falënderoj mu, se ju kena shpëtuar prej këtij populli të prishur, prej këtij populli zullumqar. Por dihet se udhëzimi është begati shumë e madhe, që ja jep Allahu vetëm atij i cili don. S'ka begati në këtë botë më të madhe se udhëzimi, se më kanë udhëzuar, se me fal namaz, me bëj vepra të mira, mu largu prej veprave të këqija. S'ka begati më të madhe, me pas pasurinë e dunjas, me pas pozitën më të lartë, me pas pushtetin më të madh, nëse nuk je udhëzuar, ti je i bankrotuar, ti je asgjë hiç. Ti nuk ke kurrë farë vlerë. Çfarë vlerë ke ti nëse nuk e njeh krijuesin tan? Çfarë vlerë ke ti nëse nuk e njeh Allahun tan? Çfarë vlerë ke ti ku nuk e adhuron Allahun, krijuesin tan? Pra nuk e kurrë farë vlerë.
Pra udhëzimi është begati shumë e madhe. Pastaj filloi përmbytja dhe premtimi i Allahut u realizua. Nisi me dal ujë prej toke, ujë prej qielli, nis mu vërshu toka. Nis mu vërshu toka në një vërshim shumë të madh. Nuhu alayhis salam hipi në anije, edhe i erdhën kafshët, edhe shpezët në anije. Allahu i ka inspiru kafshët edhe shpezët që me hyp në anije. S'ka pas nevojë Nuhu alayhis salam që me shku dhe mi marr kafshët. Jo, Allahu i ka inspiru kafshët edhe shpezët që vetë ato me ardhë dhe me hyp në anije. Allahu ka thënë në surën Hud, dhe ai tha hipni në anije, me emrin e Allahut ajo lëndron dhe ndalet, më të vërtet Zoti im është falas i madh. Anija do të lëndron në emër të Allahut mi ujë. Pashtu edhe me emrin e tij do të ndalet ku don Allahu subhanahu wa taala. Pasi që Nuhu me besimtarët të vendosin në katin më të lartë, edhe kafshët edhe shpezët në katët më poshtë, Allahu nisi me lëshu shi prej qiellit. Nisi me lëshu me dal ujë prej toke. Edhe nisi mu vërshu çdo gjë. Siç e ka thënë Allahu në Kur'an, në surën Qamar, atëherë ne me një shi të vrollshëm i hapëm dyert e qiellit. Dhe ne tokën e zbërthyem me burime uji, kurse uji u bashkua siç ishte caktuar. Pra filloi me ra shi shumë i madh, pa mos. S'kishte ra qatë shumë shi asnjëherë deri atëherë. Deri në këtë kohë ku Allahu e dënoi popullin e Nuhut. Uji vinte nga lart, nga poshtë, nga të gjitha anët. Thuhet se ka ra shi 40 ditë. Ka ra shi 40 ditë hiç pa ndal. Edhe niveli ujit ka nisë morit. Ma jo është toka e rafsht më mbulua. Nisën edhe kodrat, edhe kodrinat, më mbulu me ujë. Sa që thuhet, sa që edhe majat më të larta që janë tokë. Paramenoj, sa janë majat e larta në tokë. 2000, deri për një 7000 metra është maja më e lartë në tokë, është mbulu prej ujit. Që është vërshim të madh që ka pas. Edhe kush ka pështu vetëm Nuhu alayhis salam me besimtarët, që hypën në anijen e shpëtimit. Edhe na do të hypëm në anijen e shpëtimit. Ne hypëm në anijen e Islamit, në anijen e imanit, edhe kështu do të jemi të shpëtuar edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Uji gati kishte përfshit krejt tokën, edhe njerëzit që nuk kishin anije mundoheshin me gjeç shpëtim, me hyp nëpër male, me hyp nëpër kodra dhe kodrina, ama më e pasës s'ka shpëtim. S'mujshin me shpëtu se uji arriti edhe në kodra dhe në kodrina dhe në male. Kush mund të mik dënimit Allahut? Kur Allahu don me dënu dikan, s'ka kush mund të mik dënimit Allahut, se Allahu është i plotfuqishëm. Personi fundi që Nuhu alayhis salam e ka thirrë me Ibn Anija ishte djali i Jami. Ky djali i cili se kishte pranuar shpalljen e Nuhut alayhis salam, se kishte pranuar Islamin, kishte vazhduar shirk. Mirë po, kishte dëmshuri Nuhu alayhis salam për djalin e tij na. Edhe prej personave të fundit që e ka thirrë me Ibn Anija, hajde shpëto, ka qenë djali i Jami. Pa i tha, ja, unë nuk hypin anije, se ka me hypin kodra, ka me hypin kodrina, s'ka me mrok mu uji, s'ka me mrok mu vërshima. Mirë për ka dal, edhe ata e muruje. E mur vërshima, se s'hypi në anijen e babajt e ti, në anijen e Nuhut alayhis salam, në anijen e shpëtimit. Këtë moment emocionuas në përmend edhe Allahu në Kur'an ku thot, dhe ajo lundronte me ata në përvalet e mëdha të larta, sa malet, ndërsa Nuhu e thërris sabirin e vet, i cili ishte ndar veç, o birim, hip me ne në anije dhe mos u bën prej mëkuzve, mos u bën prej kufarëve, mos u bën prej atyre të cilët e mohojnë Allahun. E biri tha, unë do të strehohem në një mal i cili do të më ruaj nga uji, e Nuhu ju përgjigj, sot askush nuk kursehet nga dënimi i Allahut. Përveç atij që e mëshiron ai. Si shpëton mo askush dënimit të Allahut, shpëton vetëm ai i cili ka hyrë në anije. Edhe në këtë moment, këto momente të fundit, Nuhu po shpreson se mos biri i tij po beson, e pranon shpalljen. Ndoshta Allahu e shpëton në momentin e fundit, edhe pse ai e kishte haruar Allahun subhanahu wa taala. Thuhet se Nuhu alayhis salam nuk e dinte saktë se biri i tij, sipas një mendimi tjetër dietarëve, thuhet se Nuhu alayhis salam nuk e dinte sigurt djali i tij ai ishte besimtar apo nuk ishte besimtar. Prandaj i thot, mos u bëj nga mohuesit
edhe nga jo besimtarët. Sipas këtij mendimi dietarëve, thotë se Nuhu alayhis salam nuk e ka ditë sakt për djalin e tij, a ka qenë prej besimtarëve, a ka qenë prej mohuesve. Por Jamin nuk e këndelte as hija e babait të tij, as hija e fundit, dhe nuk e pranoi shpalljen, nuk e pranoi thirrjen e babait të tij dhe e mor vargjima. Të gjithë ata që ishin jashtë Anijës ishin fundosur dhe kanë vdekur nga tufani pas një përjashtim. Dhe kemi thënë se Ademi alayhis salam është babau i njerëzimit, ndërsa babau i dytë është Nuhu alayhis salam. Se kush i hypi në anijën e Nuhut, ai shpëtoi. Edhe prej këtyre njerëzve që shpëtuan, pastaj u zhvillua njerëzimi. Pastaj njerëzit u martuan, u shumuan, edhe kanë mri njerëzit deri në ditën e sotshme. A ishte përmbytja e pjesërishtme apo ishte në përtër tokën? Dietarët kanë diskutuar. Shumica e dietarëve thonë se ka qenë përmbytje e përgjithshme, ka qenë përmbytje në të gjithë tokën, jo vetëm në një pjesë të tij. Ndërsa disa dietarë kanë thënë se përmbytja ka qenë vetëm aty ku ka qenë Nuhu alayhis salam dhe populli i tij. Thuhet se kur ka mbaruar pastaj përmbytja, Anija është ndalë në një kodër e cila është quajtur Gjudi, e cila është në Irakun e sotshëm, është në Mosul, në qytetin e Mosulit. Ndërsa sipas mendimit tjetër dietarëve, thuhet se Anija është ndalë në gadishëllin arabik. Allahu pastaj po e çorton Nuhun për kërkesën e tij, që më shpëtu birin. Çdo gjë u fundos përveç Anijës së Nuhut, dhe e tërë dunjaja u zhduknui. Anija nisi me lundru në për dunja. Nisi me lundru nuj. Dhe Allah e ka cek, pastaj Nuhu ju lutë Zotit dhe i tha, o Zotit im, biri im është nga familja ime, e premtimit është i vërtet dhe ti e gjykatësi më i drejtë. Allah po thotë se biri jot nuk është prej familjes tone. Ai nuk është prej familjes tone, ai e ka mohu Zotin. Allah tha, ai nuk është ka familja jote, ai ka bërë punë të keqe. Mos më pyet për ata që ti nuk din. Unë të këshilloj që të mos të bëhesh nga të paditurit, që të mos bëhesh nga ignorantët. E Nuhu tha, Zoti im, unë mbështetem tek ty për të mos kërkuar gjëra për të cilët nuk kam djeni. Nëse ti nuk më fal dhe ti nuk më mëshiron, unë do të jem nga të humburit. Gjithashtu është edhe për neve, nëse Allahu nuk na fal, nëse Allahu nuk na mëshiron, na kena më kanë prej të humburve. Sigurisht që Allahu nuk po dyshon drejtësinë dhe premtimin. Nuhu alayhis salam nuk po dyshon as pak në drejtësinë dhe premtimin e Zotit, por nga dëmshuria që kishte ndaj birit të tij, i thot kështu Zotit. Sa ai është birim dhe ai është nga familja ime, ndërsa Zoti i thot ai nuk është prej familjes tone. Duke i treguar se premtimi ka qenë për familjen e tij, për ata që kanë besuar e jo për ata që nuk kanë besuar, si dhe i tregon se kush nuk beson nuk është i yti, ai është punkeq. Në këtë ajet kuranor apo në këto ajete të Kuranit, Allahu po na mëson se lidhja e besimit është më e madhe se lidhja e gjakut. Lidhja e besimit, lidhja e imanit, lidhja e islamit është më e madhe se lidhja e gjakut. Para unë e pat djalë ka pas Nuhu alayhis salam, nëse Allahu i ka thënë kësaj është piri jot. Kësaj është prej familjes tone. Domethënë lidhja e besimit është më e madhe. Nuhu alayhis salam më njëherë tërhiqet nga këto fjalë që i tha, në ndikimin e emocioneve dhe mërzisë, të dëmshurisë ndaj të birit. Andaj i tha Allahut, Zoti im, mos më lër të kërkoj nga te atë që nuk më takon, të kërkoj prej teje diçka për çka nuk kam njohuri. Dhe Nuhu alayhis salam u pendua te Zoti. U pendua te Zoti. Pastaj tufani përfundoi. Nisi që toka me përbi ujin. Edhe nisi shiu më ndal. Nisi që uj mu largu, mos me pas uj. Edhe shpëtoi Nuhu alayhis salam me besimtarët e tjerë. Ai u pathan, e tek Allahu në Kur'an, o tokë, përpije ujin tënd, dhe o qiell, ndërpreje shiun, uju tërhoq, urdhri u zbatua dhe ajo Anija u ndal në kodrën Gjudi, e u tha, larguar qofshin keqbërësit.
Pra cekëm se anija është ndalë në kodrën gjudi. Atëherë, Allahu po thot, atëherë ju tha, o Nuh, zbrit me përshëndetje, zbrit me selam për anijës. Prej nesh dhe me bekime për ty dhe pasardhësit e tu që gjende me ty. Disa popujve pasteja ne do t'i japim kënaqësi e pastaj do t'i godasit nga ne dënimi i dhëmshëm. Pra i thot zbrit prej anijës me selam, me paqe, e përgëzon Allahu Nuhun alayhi salam. Allahu ose me lejkat e Allahut i tha Nuhut, o Allah, o Nuh, zbrit nga anija në to, i shpëtuar dhe i siguruar nga tufani. Zbritni prej anijës se ju më shpëtut. Nuk ju roki juve dënimi jam. Nuk ju roki dënimi i Zotit. E kena cekë se Nuh a.s. ka qenë resul i parë. Ka qenë pejgamber i parë të cilit Allahu i ka dhënë shpallje, i ka dhënë shariat të ri, i ka dhënë legjislacion të ri. Kena cekë se pejgambert Allahu ndahen në nebi dhe resul. Resul ka qenë Nuh a.s. Ndërsa nebi janë ato pejgamber të cilët Allahu ju ka zbritur vetëm fletushka dhe nuk kanë pas shariat të ri, legjislacion të ri. Pra nga pasardhësit e Nuhut a.s. ushtuar njerëzimi. Ushtuar njerëzimi deri në ditët e sotshme. Thot Allahu: "Wa ja'alna dhurriyyatahu al-baqin." Pasardhësit e tij i bëm ata që vazhduan jetën. Pra prej pasardhëve të Nuhut a.s. ka vazhdu njerëzimi. E sot njerëzimi e kanë prej ardhen prej Nuhut a.s. Koha kalonte edhe Nuhu a.s. e kishte kapluar pleqnia e thellë. Ishte plak Nuhu a.s. sepse kishte jetuar shumë vite. Ky thirrës i madh në rrugt të Allahut, që kishte thirrë me qindra vite. Thuhet se Nuhu a.s. ka disa mendime të dietarëve. Katade mendon se Nuhu a.s. ka jetuar 950 vite. Disa dietarë tjerë, sikur Abdullah ibn Abbas, thonë se Nuhu a.s. ka jetuar 1150 vite. Ka disa transmetime, por nuk ka transmetime të sakta. Ajo që dihet sakt, dhe që është e vërtetë, se ka ajet kuranor bazuar në fjalën e Allahut, dihet se ka thirrë në Islam 950 vite, e sa ka jetuar e din sakt vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe me kaq e përfundojmë historinë dhe ngjarjen e Nuhut alayhis salam. Allahu sallallahu alaihi madhruar me nabo sabri si Nuhu alayhis salam. Allahu sallallahu alaihi madhruar me nabo qëndrueshëm në fe, qëndrueshëm në iman, qëndrueshëm në davet sikur Nuhu alayhis salam. Allahu sallallahu alaihi madhruar me na fal me falën e tij të madhe, me na mëshiru me mëshirën e tij të madhe. Allahu sallallahu alaihi madhruar me nabo prej banorëve të xhenetit Firdaus, me na mbrojt prej zjarrit të xhenemit. Zoti ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.